Thumë wala tajidu aktharahum shakirin, dhe tha ka me bo ashtu punën që shumica e tymve të mos me të boti shukër dhe hamd. Edhe ta dish se kur Allahu ta ka dhënë një të mirë, kur Allahu të ka begatu ma të mirë, edhe ti nuk thu elhamdulillah, ta di se të ka marrë shejtani për para. Ta di se kjo është vezvese dhe cytje e shejtanit që ti mos bosh prej falëndëruesve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Që ti mos ta falënderosh Allahun për mirësitë dhe begatitë që ti ka dhënë. Dhe këtu ndalmi çast të shkurt të mirësia dhe begatia që Allahu azza wa jall gjithëve neve sot na e ka dhënë, që të kemi ymër dhe shëndet në ditën e parë të Ramazanit. Ta fillojmë Ramazanin të shëndosh me familjet e tona, me evlatët e tonë, me farefisin ton, me haje, me pije, me gjithat mirat e Zotit. Edhe sot parashtrohet pyetja, kur je qunë sabah, atë ka shkun dërme me thonë, elhamdulillah, o Zot, ty të falenderoj, që më dhave ymër dhe shëndet, që më mundësove qona sot sabah, e rreth vetës ta kena bashortën teme, ti keme vlatë të mi, ta kem nonën, babën, familjen, gjithë shnoshe gjallë, si ma mirë, sepse ka shumë tjerë që sot nuk janë qunë. Ka shumë tjerë të cilët kanë ra shnoshe rahat sot janë qunë të mund. Ka shumë tjerë që sot janë qunë pa një evlat, ti e patë nga të evladin, a i s***. Ka shumë tjerë që kanë ra promë pa bukë. Ka shumë tjerë të cilët promë s'kanë bo gjumë, shkaku i bombardimeve të mdhaja që ndodhin në rrugën toksor, sidomos të vëllezërit tonë musliman në Siri në kohën e fundit. A ki falendëru Allahun azza wa jall për këtë mirësi dhe për këtë begati që ti sot e pate, e ata nuk e patën. A ki falendëru Allahun azza wa jall që ti sot kur u qove, i thove nonës edhe babës, për hajrë na koftë kjo ditë e madhe, e dukush u dash sot me voros nonën edhe babën. A falenderove Allahun azza wa jall që ti sot afër vetës e pate grunë tonë dhe shnoshe gjallë dhe u gëzove me ta së bashku, e dikush është dash sot grunë e vetë, partnerin e jetës e vetë me voros me dur të veta. O vlezër, mirësit dhe begati të mdhaja. E qëfar ndodhë Allahu më se baft, që dikush lene se s'ka dit me bo shukër dhe hamd, bile Allahun të azogjelja ka këthi me kufër dhe me gjunaha. Allahu azogjelja i ka dhonë ymër dhe shëndet, a i sot në pikë të drejkës hanë edhe pin. E udhu billah. Allahu azogjelja i ka dhonë ymër dhe shëndet, që a i sot të përjetoj këtë ditë të madhe, ta fillon ditën e parë të Ramazanit, e a i jadhen billah, këtë ditë ta nise me vjedhje, ta nise me zullum dhe me haram. Vallahi muslimonit si ka hije kjo. Vallahi muslimonit i cili i din mirësi dhe begatit e Allahut azza wa jall, nuk ja lejon vetë vetës që ta ban këtë gabim. Falëndërimi dhe shukri dhe hamdi është nga cilësitë e mira të besimtarëve të devotshëm, që edhe na që të gjithë së bashku lusim Allahun azza wa jall dhe falënderojmë atë për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na ka dhënë. Falënderojmë Allahun azza wa jall për imrin dhe shëndetin që na e dha, që na e dha riskun dhe kudretin, që na mundsoi që të jemi së bashku me familjet e tona, që na mundsoi që sot të jemi agjërueshëm, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të gjithë së bashku kështu ta vazhdojmë agjërimin e muajit të Ramazanit deri në fund të Ramazanit, duke e adhuruar Allahun subhanahu wa taala me gjitha llojet e adhurimeve që i kemi të mundshme. Allah qoftë razi për sabrin dhe durimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.